A është luftë e ardhshme Turqi-Izrael? Për mendimin tim, nga ajo që ka përcjell, analizoj, tha me plot gojën po. Po qëse nuk varet, lufta me Iranin në këtë rast është varet sa do të psohen këto dy fuqi regionale, edhe Irani edhe Izraeli. Kjo mund ta prolongoj pastaj, ose mund të jap mësim këtë rast Izraelit, që nuk mund të ish në avantura të tilla dhe konceptin që nga Nili deri në Eufrat i Izraelit të madh. Më duket që është koncept. Do shifet me përfundimin e kësaj lufte, do shifet që konceptet e mund të jenë teorike për momentin, ndërsa sa i përket atij majdanit të madh, Turqi-Izrael, nuk mund të qëndrojnë në lindjat të mesme dy azgan të tillë, ta quaj kështu në fjalorin ton popullor të kënej shqiptar, pa mundur njëri. Dhe besoj që në këtë duel do ta shohim spakun edhe 10 vjeçarin e ardhshëm. Zoti Bilali, ju përmendët pak raketa supersonike, duke qenë se në mans të Durrësit është edhe opozita iraniane. A besoni që mund të ketë ndonjë sulm të kësaj, po themi, baze në mans të Durrësit, dhe sa janë gjasat që një sulm i tillë mund të ndodhë, dhe a kemi mundësinë për ta mbrojtur këtë, po themi, Shqipërinë nga raketa të ndryshme që mund të vinë nga Irani? Sa më drejtën me kohë, ose forcat dashuriqyta mujahedine që kanë ardhur më herët, ka qenë një lojë e atyre që kanë menduar për ditën e sotshme, ose gjatë protestave që ishin në Iran, të aktivizohen dhe të jetë në trampolinë Shqipëria në këtë rast me këto. Çdo shtet që ka pranuar të marrë këtë rreziко. Nuk po i tash detaja ka qenë mirë po të zi qelluar apo jo. Por ose në orbitën e tyre me siguri që jemi. E para nuk besoj që arritja e cakut të tyre të raketave të tilla që kanë do vetin deri në fazat për të arritur në Shqipëri. Tash mendoj që ajm në 2500-2700 në vijën ajrore apo 3000 kilometrash i tillë, i cili mund të jetë nga pika fillestare afër kufirit me Turqinë, Iran-Turqi. Potenciali i tillë i raketave logjikisht mund të godas dhe është e mundshme. Por unë besoj që nga kapaciteti që ka dhe faktori numër 2 është që Shqipëria është anëtare e NATO dhe Irani me automatizëm të hynte në luftë, shvallje luftës së aleancës. Ka qenë rasti për shembull me ato bazat britanike në Çipro, nga dronet e Hezbollahut. Disa goditje sa kanë qenë efektive nuk është e vërtetuar, por atë bazat e Mbretërisë së Bashkuar, jo të forcave të NATO-s, secili vend individualisht, ashtu edhe Franca dhe Italia. Ndërsa Shqipëria në këtë rast, edhe pse mendoj në atë kupollën mbrojtëse është nën gjirin e NATO-s, dhe mendoj për mos me qenë më i shkurtër, nuk e besoj që do jetë në të ardhmen e afërt apo në këtë luftë një shkrepje në rakete që mund të godas Shqipërinë apo bazën e tyre apo ndonjë bazë ku ta diun, e cila mund të ketë pasoja. Besoj që jemi në fazën e tillë të cilat mund të kemi situata të pakëndshme, por për momentin është atë pa arritshme dhe të paralizueshme. Edhe pse është rrezik që në hartën e goditjeve nga vendet e Ballkanit Shqipëria është në rrezën e radarëve iranian. Zoti Bilali, kam dhe pyetje të fundit. Deri tani nuk kemi pasur një reagim nga Turqia. Çfarë roli ose çfarë pozicioni do ketë Turqia në këtë zhvillim të fundit në linjën e mesme? Turqia një aktor dhe një fuqi e cila po rivendos dhe po merr formë të një shteti me kultura dhe me traditë perandorike të trashëguar, e cila
është jashtëzakonisht e domosdoshme për secilën palë, qoftë ato lindore apo perëndimore. Me duket që ka një ofertë amerikane për atë bllokun e marrjes së F-35 për qershor apo korrek. Në momentet e caktuara duhet tërhiqet një fuqi për të mos qenë implikuar dhe joshet me ose atë largohen ato sanksionet të quhet për shkak të marrjes së sistemit të mbrojtjes S-400 Triumph nga pala ruse. Mendoj që Turqia ka ndajtur jo e heshtur, po ka përcjell situatën dhe implikimin për të qenë sa më larg frontit. E para është Turqia përgatitet për decenje të ardhshme të një konflikt të mundshëm, jo vetëm të supozuar, po tani më të deklaruar, edhe nga pala izraelite, që Turqia mund të jetë zero dyshi iranian. Por, mendoj që kalkulimet janë të gabueshme. Turqia është jashtëzakonisht shtet me potencial dhe ngritje të industrisë ushtarake në nivel me 3-4 fuqi botërore. E dyta, Turqia planifikon që në Siri të arrijë apo në Shamin e njohur të vendoset përfundimisht me sistemin e radarëve antibrojtës, antiraketor dhe navigimit të gjithë territorit të Sirisë dhe Maxhar. Dhe treta mendoj që Turqia shef kjo luftë ka, unë kam atje që në fushë të mejdanit për tokën e Abrahamit apo për naftën. Mendoj që është disa lidhje të cilat disa korridore që Turqia është aktive për të përfituar me miliarda dollar. Dhe besoj një biznes të tillë, një dill të tillë nuk bëhet pa Turqinë, komplet në lindjet e mesme dhe në mesdhej. Por Turqia përcjell këtë situatë dhe mendoj që ka arritur që të ketë këtë komoditet, sepse mund të rrezikohet në skalim të asaj që mund të marrë kaje tjetër, luftimet me refugjat mund të jetë e dyndur, por ajo ja vëqer një derë, pastaj ja hap një derë për të deportuar në Evropë, që edhe evropianët të gëzojnë këtë qije të kësaj që po ndodh, ta çojnë thojza. Por ka të dhëna që mund të jenë përgatitur trupa kurde me sistemin e shërbimit iranian, që të fillojnë një goditje ndaj Turqisë. Të gjitha këto mund të jenë skenar që po që se kem për shkallëzim, sepse unë mendoj që do kemi, po që se gravojnë luftimet në nivel të papritur dhe të padëshiruar në shumë vende, atëherë mund të rrezikohet Kuvajti, nga se pjesa e qyteti i Basrës është atu afër në jo komplet popullsia shiite e pjesës së jugut të Irakut do të invadojnë në Kuvajt. Bahraini është ashtu popullat shumë i shiite. Dhe gjitha kjo për të mos gjasë është temë shumë e gjerë, por Turqia mendoj që për momentin më duket që ka pasur një telefonat të dielen me Trumpin, Erdogan, po ashtu edhe me emirin e Katarit, dhe tëra kjo të tregon që Turqia është faktor diplomatik, faktor i rëndësishëm i rrugëve të depërtimit ose kalimit të burimeve të energjisë, por është rrugë edhe mëndafshit, ase rrugës e të mëndafsh, apo një brez një rrugë të konceptit kinez. Dhe gjitha këto e bëjnë majorse Turqinë dhe forcë kredibile, respektuar se sa je i fort. Turqia ka arrit atë stad, është respektuar edhe në linja dhe predel.